Kjo për shembull mund të më shfrytëzojë si sallat, edhe kjo gjinje gjithkund. Po. Po shumë e mirë. Helmi i bletës është edhe kundër kancerit. Unë e marr këto për shembull sikur ilaç. Helmi i bletës e shëron smundjen e reumës. Ajo që thet që ky mjol është për dobësim, ajo është mashtrim. Pasuri blet verra 60.000 euro. Po. 1.60.000. Unë kur nuk llogariti sa po fitoj. Ka muj për shembull që dolin është edhe 2.000 euro, 3.000 euro. Është minier si ceceka. 80% mjolt që është në treg, është që se ka po bletën kurrë në si. Çdo mjolt e cila ka afat, nuk është mjolt origjinale, 300 koshere i kam blet, më unë mjolt huj nuk shes. Unë për mjolt tem garantoj. Nëse dikush nuk ka mundësi me pagu, vesh një fjallë i vynë me thonë s'ka mundësi me pagu edhe ka papare krejt. O, sa mirë prej onës ta. Do më thonë që kjo është mjolta. Përshëndetje miqdashur të Mediumin Teren. Sot kena ardhur në Prishtinë te apiterapia Koskoviku. Kemi me folë për gjithçka që ka të bëjë me blet, me qumshtin e bletës, me mjaltën, bashkë me Maliqin. Ai ka më na prezantuar më shumë me punën e tij, edhe se çish funksionon bletaria në Kosovë dhe sfidat më të mëdha. Hajdeni me shku me mu, hajdeni me mu, shkojmë të takojmë Maliqin edhe të bisedojmë më shumë për këtë pjesë. Përshëndetje Bata Maliq, a je mirë? Si je? Si po kalon? Na u takuam edhe përpara se nështë na kope njerëz unë me tesha këtu. Kena me hy brenda dhe kena me fol pak më shumë për gjithë punën në çfarë do që ka të bëjë me bletët. Hajde vazhdojmë Nana. Faleminderit. Në më që kjo është thumbimi i bletës. Kjo mu më ka thumbu këtu, që i pyte po, që kjo është thumbimi i bletës. Që ka thumbu dhe s'po dhem as kur gjo? Po dhem, po ju mësu me dhim, po mirë po kjo është, unë e marrë këto për shembull sikur ilaç. Është për shembull, kjo konsiderohet se mundet me pas njerëz, unë nuk i kam ato probleme, sepse mu shpesh më hanë blet, mirë po ka gërqe. Durve, do më honë ajo spondulozë që po di unë që ka janë ato, për shumë që këtu ku me të thumbi, që kjo është thumbi i bletës. Do më honë kjo thumbon, dikun 30 sekonda, një pjesë e bletës, jetë këtu është kjo si pump. Si pump është, edhe kjo pompon dikun 30 sekonda, do më honë 30 sekonda e liron helmin e bletës. Thuhet se vetmja helmi i bletës e shëron smundjen e reumës. Do më thonë edhe reagon në dhimbje, do më thonë nyje dhe komve nyjeve këtu, ku pas rast për shembull me ishjas, do më thonë koqitet koma, do më thonë shtangohet, edhe është bon lirimi i këti, do më thonë është ishjas i thonë përse shtangim i kombës që është liru. është I mirë për unoza, është I mirë do më thonë e ullë tensionin e gjakut. Në përgjithësi është pej barnave se pej ilaçit më të mirë e cila ekziston. Helmi i bletës është edhe kundër kancerit, është sidomos kundër kancerit të eshtrave. është bon një studim e kum po përmes televizionit australian, se e kanë përdor edhe kundër kancerit gjirit, e kanë marrë qelizën e kancerit gjirit, e kanë fut në prodhet, dhe e kanë fut edhe helmin e bletës, dhe më për 60 minuta, e ka eliminu qelizën e kancerit të gjirit. Këto janë për shembull, unë e kum pas, e kum provue tesh. Edhe të vetja mirë po edhe të njerës, sidomos që ka janë pak më shumë, që janë të ftofën, ose kum pas rast vetë, për shembull krajin e kum pas ftofën,
e kom mbulu krejt këtë pjesën e dorës, mirë po unë nuk jam alergjik. I vetëmi kusht është pak rrezik, në qoftë se është alergjik, është rrezikshme shumë, mirë po duhet me pasën testin e alergjisë, edhe për këto tjera ndihmon shumë. Dishta me të pyet, a ngordh bleta? Po, domethënë mrana 2 orëve, bleta ngordh. Bleta nuk sulmon, nuk sulmon as në fush, as nuk sulmon në kalim. Bleta sulmon vetëm në momentin kur ajo ndihet e rrezikume. Se nëse ajo nuk ndihet e rrezikume, ajo kur nuk sulmon. Do ta provojmë edhe këtë, do dalim pa mbrojtje në përbletisht. Po, dishta me të pyet balsamaleç edhe diçka tjetër. Njerëzit që kanë alergji prej thumbit, domethënë bletës. Po. Çka është rreziku më i madh? Është rreziku më i madh sepse aty po çon deri në vdekje. Domethënë ata që janë alergji në helmin e bletës, mirë po ata zakonisht janë alergji edhe domethënë këto injekcione ata janë pak më alergjik. Mirë po, është e mirë me pos testin, ose dikush e din që nuk është alergji. Njerëz, në qoftë se ajet, ato nuk janë të rrezikshme. Në momentin kur kruhet, po është normale. Në momentin kur kruhet në trup dhe fillon të vështirësohet frymarrja, atëherë më njerë duhet me shku te mjeku, shkoku jo nuk është, kjo është gjë normale. Po, thumbin. I dul. Domethënë ka dalë thumbi. Po, e largoj unë. Çka liron kur thumbon bleta? Është çka ka helm. Është helm, domethënë është helmi i bletës. I rrezikshëm domethënë për ata që kanë alergji, po për ata që janë të shëndoshë dhe s'janë alergjik ndaj helmit bletës, nuk ja rrezikon shëndetin. Jo, nuk ka rrezikon. Ka shumë mite te kjo pjesë. Unë për shembull te shumë vana e praktikoj, te ata që janë me rrugë, te ata që kanë pak probleme me unoza, ose sidomos po e praktikoj, sidomos me ftofë mirë, po duhet me qenë gjithçysh testi alergjisë. Ose njerëz ti balsamaleç e merr bletën, domethënë edhe po te. Çfarë sigur vetë? Dona prap mujna me praktikuar shetë për shkak në pjesë për shkak ku ka, sidomos qafa, unozat e qafës, unozat e mesit, ose në pjesë trupit ku janë të ftofna. Kjo e ngrit temperaturën edhe e nxjerr të ftoftit në qatë pjesë trupit. E domethënë njerëz që kanë probleme me unozat qafës edhe shpinës e këtu. Çka me bë? Domethënë po i bën hajër dhe se ato janë më shumë është mundet me ndodhë që edhe aje. Domethënë është qitet helmi bletës, një masazh e lehtë, për shembull, për shpërndarjen e helmit të sen, edhe ajo e nxen, domethënë e ngroh vendin aty, ku është për unoza, ose për trup, ose për ftofje, ose për nyje, edhe i bën hajër edhe domethënë me 2-3 herë. Unë kam pas rast, thash, me shtangim të komës, me ishjas, cilat për 4-5 ditë është liru. Domethënë jipet fillon nga kuka, ditën e parë zakonisht e praktikoj 1, ditën e 2, ditën e 3 i përdori 3, domethënë për 4-5 ditë me helm bletës, një masazh të lehtë edhe i kalon. Po me ce këto bletës në atë aspektin që e merr bletën e vendos ato. Qyshe vendu se ti ngjesht me nga demonstru neve thumbin e bletës. Po dhe po është normale, për shembull nuk është mu edhe pse mu nuk më sulmojnë bletë, mirë po edhe bletën kur punon në bletë, ose domethënë duhet me pas një farë lloj bashkëpunimi me bletën. Nuk duhet me qenë temperaturat 9-18 gradë, nuk duhet me pas erë jashtë, nuk duhet me pas në shumë sene, domethënë duhet me ju përshtatën, edhe bletës, nëse i përshtatës bletës, edhe ajo bashkëpunon me pronarin. Nëse ti nuk i përshtatës bletës, domethënë sidomos erë kur ka,
frymë që thëmë popullore, do më honë, për është frymat e forta, ajo nuk bashkëpunon asesi sepse as me pronore sepse i ftofet pilla, atëherë sulmon. Atje duhet me konë temperaturat e përshtatshme, duhet me konën une e kom pasion edhe e kom punë të parë, do më nuk punoj tjetër punë, punoj vetëm me këtë punë. E mena me këtë pjesë. Me këtë terapin që e bën ti, po njëherë dishta me të vitë qa kitë të këtë frigoriferi. Tash është për shembull, propolisi është antibiotik natyral. Do më është... Hohet kja, po? Hohet edhe pijet. Okej. Po, edhe është në pyetje varet për çka. Do më kjo e trajton, ose e shëron helikobakterin, mirë po për çdo smundje cilën e përdor, për çdo smundje që e përdor, duhet sukur receptura. Unë jam apiterapeut i certifikuar, do më e kom kry shkollën, edhe këtu, edhe i kuptoj, edhe duhet me kun receptura, do më për 10 vete e eliminon helikobakterin. Eliminon, është për shembull, eliminon edhe shirjakullin, kjo kënë varet për çka e përdor. Për shembull, këto e përdor me mjolt për helikobakter. Për qajnat ndryshëm, janë qajnat, janë në qaj, i qetë 10 pika, 3 dite ka 10 pika, edhe ajo del e bën dezinfektimin e organeve urinore. Këto krejt janë dëmonë me baktere, cilat e sulmujnë. Helikobakteri është bakter, dëmonë e eliminon me këtë. Po është shumë i shëndetshëm, dëmonë që se ka edhe plasaritje, kur ka edhe plasaritje të lukësit, ose i thatin lukë, përdoret për mykun e gojës, ose kur bon buz var, goja var, është përdoret edhe për bajame, në kombinim, me mjalt kristalizum, e merë propolisin, është një lugë, ajo lugë e mesme e sheqerit, që është, edhe 10 pika këtu e vendohës, të 2 herë në ditë ndihmon kundër astmës, ndihmon bukur shumë. Jo sukur kjo aeroterapia, sepse gjatë kohës sa rrinë propolisi edhe mjalti në gojë, ajo qitet në gjuhë edhe mohet në gjuhë. Gjatë kohës ajri sa hynë mranda, për shembull, edhe shkon në dronhe, kjo është parat është më i suksesshëm. Edhe mjalti kristalizum, unë e praktikoj vetë e praktikoj domthonë mjaltin e kristalizum, sepse kjo dhën shumë rrin më gjatë në gojë. Mjalti i kristalizum çfarë dallimi? Ose çdo mjalt origjinal ai kristalizohet. Nuk ka kurfar dallimi. Po që kjo, çdo mjalt, përveç mjalti i malit, mjalti i zi, domthonë ai kristalizohet mirë, po nuk kristalizohet se si kristalizohet kë. Edhe ai kristalizohet mirë, pa i kristalizohet ma vonë, mjalti i livollit, në mahon dikun 8 orë, 9 orë, çdo mjalt kristalizohet. Qetërse është që na e mojmë, për shembull këtë mjaltin e livollit, unë e moj në temperaturë më të lartë, sepse si të majsh mbi 25 gradë, do më honë kë nuk kristalizohet. Si të bjenë, do më honë kristalizimi i mjaltit bëhet zakonisht nga 10 gradë deri në 15 gradë kristalizohet edhe çdo mjalt origjinal, që është origjinal ai kristalizohet. Që ky mjalt ka do më honë garancion jo tani jetën, por 1000 vjet, 2000 vjet, 5000 vjet, do më honë kë nuk ka. Çdo mjalt e cila ka afat, ajo nuk është mjalt ose spaku, nuk është mjalt origjinale, sepse shumë mjalta që blehen, do më honën, shumë njerëz marrin mjaltin, unë e kisha preferu zakonisht me marrë mjalt pe bletarit. Do më honë çdo bletar e ka një emën, e ka një bletisht, e ka një numër të biznesit, kontaktus, e ka edhe, nëse nuk del mjalti origjinal, ti kuqë, sepse zakonisht i kritikojnë bletarët, shumica e njerëzve nuk blen mjalt origjinal ose mjalt bletit. 80% më falë.
80% mjoltit që është në treg, është që se ka po bletën kurrë me si. E që shumë maruaj, marohet për mes fabrikës. Para ta unë po thëmë, dhe më honën, s'po thëmë unë hajdi të unë, se unë garantoj për ta, garantoj, jo nuk është në pyetje që jam një certifikum, se certifikata është mas leti me morë, mirë po puna, unë për shembull jam shkue me 300 koshere blet, për me mujten me i qitë 1 ton ose 2 ton mjallë. E dishta me ta bo një pyetje që po besoj edhe njerëzve intereson. Qysh dallohet mjalti origjinal edhe mjalti fallc? A mundet mu dallu na qysh ndoshta njerëzve që janë të interesuar me ditë edhe qysh me dallu? Shqyqo, unë për vete, nga përvoja e kam, vetëm në një mënyrë besoj që mundet. Ka shumë mënyra thonë, mjolta nuk këputet e mjolta e bon atë synin e bon këtë e bon ato, do më honë këto mjoltat, se kë syni mirë po edhe të mjolti falsifikum kë bohët, syni. Mirë po, kjo është e vetë një mënyrë për me, pse bod nuk do më thonë që është original, mirë po, e vetë një mënyrë është e merë një lukë gjellës, e qetë mjoltën, e qetë mizjarë. Në momentin që ajo vlon si ujtë edhe kthehet në gjendjen e mëparshme, ajo është mjolt original. Në momentin që ai tymus, ose është letë, kollët, ose tymus, që të mdzi, ajo është e përzime ose nuk është mjolt original. Do me thë kështu dallohet mjolt original për ati falcë, se kom një shumë që kur të bohet që shto, kom një që thonë është falcë se ko sheqer. është e kundërta, shqyqo, ai që e falsifikon mjoltën... Kjo është mjoltë original edhe i kristalizim. Ai që e falsifikon mjoltën, ai edhe pregadit edhe ranën. Qyshe, sepse, shqyqo, kjo duhet me qenë, qërë mjoltë, unë e kësha thonë, qëpse nuk din mjolta, është original, a nuk është original, dhe më onë mjoltën duhet me morë të kristalizume. Mirë, po kjo duhet me konë një trajtë shumë. Nga fundit të re në kryet, do më honë do të më konë një ngjyrë. Një ngjyrë. Do më honë këto janë kristale që dihen. Po. E ta shoh dallimi prej kësaj edhe prej asaj. Kur far dallimi, që kjo më janë. Me lonë 10 gradë për 2 javë të kristalizohet. Okej, do më thoj njëjti. Unë vetëm se e mojnë temperaturë më të nalë, për mos mu kristalizu, në thash qaj është. Apo më të regojnë për përfitimet e mjoltës. Shqyqo. Qka, do më thonë, në pikat shkurta, që mës me... Thuhet për përfitimet, do më thonë për përfitimet mjoltës, thuhet se ka, dikun i shërën 24-5 smundje, i shërën nga mjolti. Mirë, po unë e kisha me thonë se kjo dikun 30-40 smundje i parandalon, sepse është pak problem kur në tryezat tona pak përdoret mjolti. Dhe më honë mjolti është edhe si ushqim. Kjo ma shumë parandalon. Nuk mundet mjolti me ta ullë temperaturën. Që ndihmon shërimin e si. Ndihmon, ama nuk mundet me shëru plotësisht. Qëre, ajo me ndihmon të anat. Mirë, po aj që e përdor rregullisht mjoltën, do më honën, aj e fiton imunitetin edhe ajo se kjo, qëre, gjdo bori është kundër kancerit. Mirë, po pak ko aso borna cila e shërën kancerin. Ajo është pak nga imuniteti, nga njëri, nga borna, njëjtat borna i morën njerëz, për shembull dikush vdes, dikush shtën. Krejt është mboret nga imuniteti. Për shembull mjolti ndikon në imunitet. Çka është e mirë kjo? Kjo është e mirë. Për shembull, që e ceka pak më herët, është mirë me konsumu mjoltin e qëti regionit që jeton, sepse në mjoll, për shembull, në mjoll ki polenin. Njerë që janë alergjik ndaj polenit, kjo është një farloj vakcionimi kundër polenit. Ka propolis. Munden me konsumu. Po, munden me konsumu.
zakonisht, janë një pjesë e njerëzve që thonë jam allergjik në mjollë, ai de facto nuk është allergji në mjollë, mirë po është në polen. Sepse allergjin mund me qenë përmes organeve të frymorjes edhe allergjit në ngrënje. Qofse ai është përmes organeve të frymorje allergjik e nuk është në ngrënje, kjo i ndihmon shumë kundër allergjisë. Në këto e kem edhe propolisin, që është për imunitet, domethënë kjo është shumë e mirë për imunitet. Kur ngritet imuniteti te njeriu, tani sëmundjet tjera përballohen shumë ma lehtë. Këto janë ndihmesa kundër gjitha sëmundjeve, po është ndihmesë edhe kundër kancerit. Mirë, po nuk duhet me marrë dikush që ato për shembull dhe merr 1 kilogram mjollë të hanë edhe i men kanceri, ajo është pak. Domethënë mirë, po këto janë ndihmojnë. Është edhe qumë. Edhe parandaloj, nëse konsumohet motiku edhe rregullisht, deshta me pyet për vjamin e gusës. Vjami i gusës është, domethënë, kjo është vjami i gusës. Vjami i gusës. Kjo, domethënë, merren gusat, prehen, dikun masi që prehet, rjepet, qitet në temperaturë dikun 4-50 gradë dhe ajo rrin për mbi dhjetor, rrjedh vjami i gusës. Kjo përdoret ma shumë për nyje, gjujve, durve, është thuhet që e hjek temperaturën e këtu e sen. Mirë, po, dikush e përdor edhe për asum, do më unë kombinim. Mirë, po, edhe konsumohet, po, në kombinim me mjollë. Do më unë, mjollëta është gjithmonë baza. Unë e njoh edhe fitoterapin, do më unë prodhimet është prodhimet ilaçe të cilat marrohen nga bimë të ndryshme, siç është për shembull lule radhiqja, është tak që kjo e verdha, kjo po, është e mirë për bronhitis, është e mirë për asum, po, është për asum. Rrënjët e saj janë antikancerogjene sen. Tash bleta i mbledh pe gjitha qytyne lulave nektarin, edhe e prodhon mjollën, parat është mjollti llogaritet edhe si shërues. Mirë, po, ma shumë duhet me konën me përdor për qef, për mos me orë theri të smundja. Po, për shkak se asnjë lloj ilaçi, asnjë lloj mjallte nuk çron plotësisht. Unë kam një pyetje. Tash ti po shpikin gjithçka me mjalt. Kom pa shumë jo për shtim peshe, jo për humbje peshe. Çka është kjo në të vërtetë? Kjo në vërtetë është një mjalt me ta humb peshën ose me ta, domethënë me rrit me shtu peshë. Çka janë ato që apo i shohim na për tregje edhe na shta se bashkë më intereson me ditë dhe po besoj dhe audiencës. Shiqo. Mjolta fakt është edhe humb peshën, edhe shton peshën. Varet që përdor po thu. Po, varet që përdor. Domethënë, në kohrat e mëhershme, ata cilët janë marrë me sport, ata kanë konsumu mjollë. Domethënë kjo është mjollë e cila e ngrit imunitetin. Domethënë e ngrit edhe forcën, e ngrit potencën, është domethënë përdoret për shumë gjona. Ata e kanë përdorur mjollën. Po nuk kanë hongër buk, ose brumra nuk kanë përdor, edhe e humb barkun. E humb barkun. Tash, në qoftë se e përdor mjollën, do më unë që është mëngjes, e përdor mjollën për mëngjes, e merr një lugë gjellës, e han mjollë, e pin 1 litër ujë. Ajo ti ato do më honën karbohidratet e krejt që ka i vy njerit i kinë mjollë. Sepse njeriu mundet me jetu vetëm me mjollë, edhe me ujë. Mundet me jetu. Vetëm me mjollë edhe me ujë. Mundet me jetu. Pa ato, do më unë i hek brumat. Do më thonë i hek krejt ushqime dhe në qatë njërë e përdorë. Mëngjesin nuk e përdorë. E përdorë mbromje, e hanë një drekt letë, edhe në qoftë se ti i përdorë qëto receptura, do më thonë ka efekt. I njëti mjollë, nuk ka mjollë për... Ajo që thetë që kjo mjollë
është për dobësim, ajo është mashtrim. Fiks, po për çata dhe... Do më honë, krejt është unë e ceka. Do më honë, këto janë recepturat. Po tash njerëz të kanë shfrytzu pak me bo biznes dhe mjaltën e njëjtë e shesin për humbje për peshë, në vërtet është e njëjta mjaltë. Është krejt, është peshën e hupujt. Po. Tash, unë e thash, të njeriu për me hirë, mësë me hongër që tërsen, i vynë te varët qëfar peshe ka njeri, që fëse i ka 60 kg, mundet me hongër të eri 60 gram mjollt në ditë. E kompenzon ushqimin. E qaj është. Po që do mu plëtsu, e hanë 2 sahuna pasën, e hanë edhe një 2 lugë mjollt, edhe u kry. Është në pytje krejt kjo dieta. Me mujt me praktiku. Këmë posë edhe në pak problem me pesh, po me mujt me praktiku. Qëton, në mbromja edhe në nëngjes. Në hongë ka një lugë mjollt, vetë vetiu, lugë si zvogluhet. O buhet sukur këta që përshkojnë operacion më bo me zvoglu. Sepse e konsumon një lugë mjollt, pinë ujë për 15 minute del në organet urinare del jashtë, lugë si shkon tu zvoglu. Mas 2 muaj dite, që ofse e runë lukësin, nuk e mush, që shdimna me mush, a i vetë veti zvogluhet mas 2 muaj dite, e ki problem, jo, s'ki nevoj për gjë. Do më honë, këto janë praktika cilat duhet me i ditë. Është, do më honë, edhe qumshti bletës është. Shumë është i mirë. E qumshti bletës qa ko dalem, do më thonë prej mjoltës. Bleta në është ata shkina me po dhe pak procesin që shbot mjolta e këm fjallë. Po për qumshti bletës, qa është dalemi me mjoltë? Qumshti bletës është produkt i cili ushqihet vetëm me mbretresha. Ushqihen edhe të veçlit edhe bletët punëtore, mirë po ma pak, e qumshti bletës, ajo ushqihet vetëm me qumshti bletës, mbretresha. Tash me i marë 2 vezë, cilat janë mrena 20 sekundash. Ajo vezë, e cila, se ajo për 16 ditë lindë mbretresha, se mëma, ajo 2 ditë qëndron vezë, mas 2 ditëve është larë, të rinë 8 ditë, mas 8 ditë është mimp, e merat formën. E për 16 ditë. Ajo ushqihet vetëm me qumsh bletës. Kjo e cila vezë që është ushqyë me polen, me qumsh bletës me mjallë, kjo jeton 45 ditë edhe bën 21 ditë të risot lindë. Jeton 40 ditë, 45. Mëma, jeton të rinë 6 vjetë. Do më honë, ndikon në jetë gjatësi. Është, sidomos për gratë, 7 zona, cilat nuk mund me metë, kanë vështërsi me metë 7 zani, mirë po jonë normal që jenë shnosha, jo ajo që ka defekte fizike që po dione, i ndihmon në 7 zani. Do më honë po qumë si bletë, do më honë ndikon unë në jetë gjatësi, ndikon në 7 zani, është kundër tumorit, është kundër kancerit, është kundër bronhitisit, regulon me një fjallë, për mësë me folë, se duhet me folë 2 orë, duhet me folë gjatë, e regulon metabolizmin e njerit, do më honë që duhet me konë, edhe, do më honë, është për pëthuj se gjitha smundjet. Bata Maleq, unë deshta me të pytë këtu, sa është do me thonë kjo, qmimi kësaj për shamull? është 20 euro. 20 euro. Po këtu për shamull... Kjo është, do më honë këtu unë e prodhejvet, nuk e marë, do më honë është dikun 25% e 30%, është 5 euro. 5 euro. Po kjo edhe kjo? Njajtë është kjo, vetëm se këtu... A dalë qmimi i mjaltës, do më thonë mjaltës livodave edhe kësoj? Ja, nuk dalën, është që kjo mjalti organik është 25 euro. Okej, mjaltë organik që i bjen që është maj freskët? Jo maj freskët, është maj postër. Do më honën, bletë nuk gudon me pos ofër të erin 3 km e gjys ofër. Dohet me hoja e bletës, ku dhe punohet mjalti,
duhet me qenë organike. Do më honë këto i maron vetë. Po bleta. Vjami gusës, për mos me hup shumë kohë, se kemi shumë për me folë të kjo pjesë. Vjami gusës është 5 euro. 5 euro. Apo ko, tash ti merresh më thaj që 5 vjet do me thonë me këtë, kena me folë edhe për këtë terapin pika shkurta që është bëhet është funksionan, aja vlen në merr me blu. Atë po përfitime. Shqo, unë për veti është këtë varet, krejt në varet nga njeri, unë jam i knoqën. Unë jam i knoqën, do më honë nuk ka me blena i përshi, s'ko. Do më honë, ja. Pa pare nuk jetë, do më honë një jetë normale, unë për veti jam i knoqën. Jam shku në numër të bledve, jam dikon ofer 300 koshere i kom, bled, sepse do më honë mjollë të huj nuk shetë. Unë e për mjollë të më garantoj, do më honë jam shku i madhë numër, nuk ka tash mjollë, do më honë qysh me nonë dikush, se dikun mesatorja, kur është vera me miri, është për kosheri, është dikun, unë po flasë nga përvoja, dikun 10-12 kg. Mirë po ka verë që nuk merr heq. Sepse krejt mboret për natyrës, nuk ka gjithë mjollët. Do më honë krejt këtu janë për natyra në qofë se jebë, në qofë me thonë me një fjallë pak ma shkurt, në vashë zote dha, s'ka. Një rrugë të la nëzirë, se të smirësh me kurgja e nëzirë, sa e nëzirë për shamu po tash mbi 1.000 janë. Mbi 1.000 euro në mujë do me thonë? Po. Vare që shërru. Vare që shërru, kajtë atë. Po unë për veti jam i knoqën. Po, edhe po të përshkëtë dhe për këtë terapin tjetër, qa është këm, nëse mund është me nga shpjegu pak në pikat shkurta. Po. Për qa bërë api terapia? Api është bleta. Terapi do më honë është tretman. Do më honën këto që i spjegu më teri tash, përfshihen në apiterapi. Edhe kjo është aeroterapi. Po, që cila përfshihet në apiterapi. Do më honë. Me qëfar probleme mundën marrë njerëzit që kanë ashta probleme me frymare mundën marrë këtë terapi? Osma, qëfar si zakonisht? Është osma, do më honë e ndihmon kunder osma, është kunder gjitha llojeve të alergjisë. Se unë po të dëgjoj që do më honë nuk du dënë me shku aty se jam alergji në polen e këto, kjo ndihmon sidomos është shumë e mirë për polen në pluhura e sen. Alergjit është pak shtirë këto pak me thonë, mirë po, alergjit rrjedhin pak edhe nga pastërtia tepërt. është lohët 2 hernite, 3 hernite, do më honë e hjek në ndyrën e trupit, e lkurës, janë edhe ato bakteret e dobishme cilat janë trupit i largon, pastërtia e tepër, do më honë është dyshik antibakterial, është jargoni antibakterial, është jastok antibakterial. Ai person teri sa është mrena, ai mirë shumë, mirë po te ojre njashtë, rrethonat. Do më honë njeri duhet mi u përshtat që aty në rrethonat dhe ku jeton. Edhe po thumës me qenë që është poster dhe jashtë animales. Poster, po. Jo në atë aspektin që me koni fiksuma, po, zakonisht, une këtu që ka vinë njerët më shumë të cilë e kanë fëmine e parë, që jenë mundu me mojtë shumë mirë, edhe njerët cilë të janë të fiksumë, ose në fjallë populore vezves. Do më honë pastërti. Po, pastërti. është e preferu me 2 herë njavë të mu pastëru. Jo ma shumë. E qa bën kjo? Tani të fëmit. Të fëmit. Qa bën dhe me thonë kjo? Kjo. Kjo vendose të ftyra? Po, kjo është, do më honën, gjatë verës, tash, e përdorum, kjo përmes ajrit direkt bletës, gjatë dimrit i përdorum përmes produkteve të bletës. Qato produkte të bletës që janë mrena, i qesum këtë aparat, kjo aparat e bën zemjen, sepse gjatë dimrit, edhe pse është shërus që kjo ajrë, nuk arrin temperaturën, dikun duhet me konë 35-40 gradë me pas temperaturën. Tash është funksionale edhe mundet me përdorë.
E një problem smut me osmë, se e ti që ka shumë njerës që vujnë është aprej dhe janë të interesuar, po besoj, so seanca duhet me I bon? Krejt, më varet pe gjendjes njerit. Une nuk punoj kur gjë përmendesh. Kjo është zakonisht mas 2-3 seanca e vren. Ka dikush e vren edhe mas një seancën e parë. E vren që po I ndihmon. Mas 2-3 seanca e vren. Tani në qoftë se do në vazhdu. Është e preferuar me pej 10 seanca deri në 14. Fëmia ose trit e kalojnë ma letë, domethënë fëmia e kalon me 5-6 ose 7 seanca, mas shumë të 10 seanca. E kalon. Është e mirë kundër alergjisë, është për asëm, është për bronhitis, është për bajame, është për sinus, është për domethënë për rruzat gjakut. Me një fjalë e rregullon metabolizmin e njerit në përgjithësi. Po, domethënë kanë vërtetuar se I zhduk bakteret, po kjo është antibakterial. Antibiotik natyral dhe nuk ka efekte anësore, e tash apo na hop këto me këshyr qa ka këto. Që tje e hopën? Kjo është apiterapi që përdoret kryesisht me njerëzit që vujnë prej sëmundjeve frymëmarrjes, të organeve të frymëmarrjes. Kjo është. Këto janë bletë, domethënë. Tash nuk e di që shko dikun më mirë. Apo më tregon qa bojnë bletë këto, a lirojnë diçka, apo veç rrinë? Këtu punojnë, kjo është për shembull mëma, bën vezë. Po. Këtu janë bletë punëtore. Këtu janë bletë punëtore gjitha, këtu punojnë. Tash mëma I ka një pjesë bletëve e ruajnë hymjen atje. Kjo edhe janë bletë punëtore, mirë po kanë edhe ushtri. Po, mbretëria bletë, kjo vetë thirrën mbretëresh është. Mëma I ka bletë cilat e mbrojnë, bletë cilat e ushqejnë, bletë cilat e pastrojnë, është sikur me, se di, jenë konë do filma anglez ose turq, është sultanesha, do më honë qysh e përcjell. Kjo e bukër atyre, mirë, po kjo e ka për detyrë mëma me bo vezë. Kjo do më honë I bon pej 1500 vezë, deri 2500 vezë, I bon mrana 24 orëve. Tani këtu blet, këtu asnjë nuk rrin. Po, që depërtojnë mas andej kur e vendos ato të hunda, lirojnë aroma. Po, mundesh me marr mu afru edhe me mos të se në dolë. Direkt me bletës mundesh me rrin. Afro lirështës. Okej. Po, më thonë që kjo është këtu kemi propolis, kemi dyllin, kemi qumshtin e bletës, është mjalti, është këtu, mirë po është edhe era e bletës, që ajo është era e lkurës bletës, e cila ajo thirret kytin. Që kjo është. Sa kushton një seancë e tillë pacamalit? Është 5 euro. Do më thonë është një çmim. Sa zgjat? 30 minuta. Do më thonë nuk ka nevojë më shumë. Është modest. Jo, është çmim modest, mirë po nëse dikush nuk ka mundësi me pagu, veç një fjalë I vjen me thonë s'ka mundësi me pagu edhe ka pa parë krejt. Sa mirë prej anës tënde që. Jo, nuk është problem se ka tash ajo është një seancë. Do më thonë është një çmim simbolik, mirë po nëse dikush nuk ka, shumë ma letë edhe shumë ma mirë sillna me ta se me këta tjerë që paguajnë. Përbes po se... Bravo të qoftë se edhe kjo ana njerëzore dhe me thonë se ka shumë po nuk është unë qaq ka mundësi, ma shumë s'ka mundësi. Tashtja, a mujna me dojnë edhe pak minuta jashtë? Po. Edhe a do të mi vendosë ana... Në momentin që une e hapi do më thonë kosherën që do një me hap, atëhere është mirë me vendosë. Po me ne ju sulmojnë, po nuk fickojnë. Po, nuk fickojnë. Që kjo është për shembull ajo, tash unë këtë veç për spjegoj. Po, kjo është lule që gjindet kudo. Qa lule? Kjo për shembull mundet mu shvësue si sallat. O shumë
Po di, po shumë e mirë. Do me thonë të hanë këto? Është kundër bon pastrimin e gjakut, terne. Gjakut, do më honë venave, sen. Është e ullë tensionin, e ullë shiqerin. Do me thonë njerëzit mundën me konsumu këtë bimë? Po, do më honë e pret edhe përdorë si salat. Si salat, okej. Që kjo është, për shamull, edhe kjo gjindje gjithkun. Po. Është kjo lula, për shamull, është shumë e mirë. është edhe për organet frymorrjes. Është edhe për organet frymorrjes, do më thonë edhe kjo konsumohet. Rrënjet e saj, thuhet, unë tash kancerin se kum pas kur se dikush mundet me komentu, thot që po rren, unë këto çka i flas, unë është çka i kum mësu edhe i kum lexu. Po tash për shembull, që është që kjo për shembull, rrënjet merren, grihen, kjo pastrohet mirë. Që kom lexu unë edhe se kum po, do më thonë ndihmon shumë kundër kancerit. Tash, pse është mjolti? E kjo tash t'i lohet edhe hohet edhe kjo? Shumë interesant, unë e di që kanë me t'u kap njerëz në komente që shpehan lule. Po se kom gallë unë... Qa do mi thonë atyre që kanë me... Po s'merna unë me paheq. Që s'merësh? Unë flasë për shembull për njerëz, janë benefitet e saj. Unë këtu si ku zbulu. Edhe kjo lule gjanë do t'ku do, kështu që për që ta mboni për shtypje që e konsumit. Rrënjet e saj, shuhet që veç duhet mi pastru mirë, e këto ma vonë rritën halo ma shumë, rrënjet e saj do më thonë pastruhen, mirë grihen, qiten në ose në mjallë, ose në qaj, mundesh me bo qaj ndryshëm, edhe do më thonë është thuhet që është edhe kancerogene. Antikancerogene. Po dhe antikancerogene, unë këto s'mund asë një si komunikom një 62 vjetë, për kur gjosë të zvuj. Kur gjosë zvun edhe, do me thonë të konsumu lula. Jo që i konsumohet regullisht mirë, po... Po të mali që dishta me pyta të gadosh ti që investim këtu, sa kushton një koshere? Apo qësh funksionon kjo? A ke investu heq këto, apo... Qëre, një koshere, mesatare dikun kushton 200 euro. 200 euro do me thonë një koshere? Po. Mirë po këtu në këto nuk i ku morë kejtë për menherë, mirë po kjo është në pyetje gradualisht, ty e rritë numrin e tyne, bëhet edhe rritja biznesit. Do më honën, këto janë një farë mënyre është minjerë, si që ceka. Do më honë është mjolta, është dylli, është qumshti bletës, është propolisi, është helmi bletës, është dylli bletës, do më honë është shumë i shëndetshëm, është kundër asmës, kundër bronhitisit. Muna me leviz në është asum pickën asmi bletë. E ta shti është pak i quditshme se na gjithmonë ku kina po bletë dhe kur jena thonë ma në vogël, gjithë kina i. Ta shti one jëmë të ejës do me thonë në te bletë dhe ti thë që nuk... Qëre, më varet edhe une i kom bletë e qeta, sepse kur të vresh dikun që jënë bletë e qeta, do më honë bletari është regullisht në bletisht. Edhe ti më the që bleta nëse ta afrohet me të marrë erë, jo me të thumbu ose me të picku. Për pas në qovë se ti e hap kosherin, në qovë se hap kosherin, ajo ndihet të sulmun është, su kur me ti dikush në borë ose në shpe. Dhe ma unë ajo mundet edhe me sulmu, ama në vush. Edhe dhe me thonë, në momentin që ta thonë bleta, nuk do të me livrit edhe Jo, te... Sikletshme, se ta nëse për shambull tenton nuk duhet, jo me livrit, po ti nuk duhet me qitë me dur. Se në momentin që i qetë me dur, ajo e merë që ti pesulmon. Po, edhe pra ndaj të pickon. Po, edhe para ta të pickon. Do më honë bleta nuk është interesume, sepse me pickimin e soj, do më honë ajo mrana 2 orë e vdes. Tash basamalisht ti the që i kum rrit gradualisht, shton një koshere, na treguve që një koshere kushton rreth 200 euro, mesatare, se ka koshere, do më honë kosherja mirë shkon edhe 300-400 euro, sepse edhe ki koshere cilën kushton 100 euro. Me mo një farloj krahasimi, së kur
se di sa mundet më bu krahasim me lopën, po lopa ki lop 3.000 euro, ki veç 300 euro, ki lop 2 vjetër e cila është 1.000 euro, po nuk është qumshtore, domthon krejt është ajo qofse bleta është e pregaditne me të dhonën. Qëto? Po, domthon pe asaj që merr mjall, ajo kushton. Patamalisht, thash ti the që nuk e investu gradualisht, ama me një llogarit vogël, 300 koshere, blet një mesatare 200 euro, del që ki, pasurit blet verra 60.000 euro. 1.60.000. Ne, se së Po, qarë të silët, dhe një mesatare, nuk du me full me shifra. Shqyqa, une për veti, thash jo mi knaqën, një, une kur nuk llogariti so po fitoj. Në momentin që ishtin lopsin so po fiton, dhe ma honën duhet bo akia milion krejt punën, tamë unë nuk e llogariti. Edhe për që ata në është të e bëzoti, edhe so me nuk e llogariti, për mu në rëndësi është bleta me konë mirë. Mirë po, si në bletë, si në shtazë tjera, si në shëshni, si qofse ti investon ty të kthejet mirë, qofse ti pret tonë me konë të mirë me ty e ti me kërkon, pak problem është. Që ajo është, më honë për gjithë. Unë e kom pasion, unë edhe kur nuk kom fitim, nuk kom zhgënjem. Dhe më nuk zhgënjem në kur më dhe to. Dhe më e është një insekt ose shtazë ose qështë të të thush, cilën e duhe. Dhe më honë nuk... E dënë edhe mirë është e ki shumë pasion. E kom pasion, mirë po, jo mi knoqën edhe me fitim. Po, normal, se dhe fitimi vjen se për shka të soj, do më thonë. Ka muj për shumë që dolin është edhe 2.000 euro, 3.000 euro, mirë po, janë do muj që s'ka. Janë do vera që s'ka heq. S'do të mu dekuraju. Po, do më honë, jo. A ko t'interesum sot me umirë me bletari? Bacamaleq për shkak se jo veç me bletari, por qëtë shka që ako të bëj me bujqësi edhe blektori, tritë sidomos sot nuk po dojnë më mirë. Pse më dënë që ka ardhë kjo ditë? S'po flasë veç për bletë këtu, po flasë në të në aspektet. Në përgjithësi, tritë po mendojnë, mësë të të thashë që nuk thonë. Edhe ju këmë thonë mësë me thonë, në sanin. Po, a që shi the? I thonë, e di une, e di që thonë. Edhe është në pytje, une tritë e sodet. Tritë e sodet donë gjithë me pas një fitim shpejt. Një fitim shpejt, me orë shumë shpejt të parja, me orë shumë shpejt të kjeri mirë, të përsheja, të jetë e mirë, mu të reguë që është dikushi, edhe une nashta gaboj, edhe i sholla gaboj, edhe besej që gaboj, mirë po njerë dhëtë me jetu për vetën, e jo, une nuk jetoj për me mendu ti që une e kom mirë. Une që tu jo mi qetë, jo mi mirë, jo mirë, po në vje keq me thonë, mirë po shumë ma mirë. Nashta keqë me cekë këto, po une shumë ma mirë e një që tu vetën, se në kofa, në restorana, ku do dikona, me nejtë, me dikona. E pe, ajo mune për qef e marrë një, unë thumë bon, po men. E me do njerë që kur të rrish, për shemë krejtë është, qka është në pytje stresi. Stresi është se na ju kena këthy të pamundër. Nuk mujnë krejt me konë fermash, nuk mujnë krejt me pas diçka. Edhe pse, sa ma shumë që të kish probleme ka ma shumë mirë, për na mendojmë pak që aje ma të varfun, mendojmë që aje ka punë të mirë, është e kundërta se aje ka probleme ma të mo. Po që ata se nashta kur e shojnë dikën që po jeton mirë, mendojnë që i ka krejt punë të rezi edhe në fakt realiteti mundet me qenë ndryshe. Shqo, une nashta e kom gabim, po une mendoj që mas mirë unë jam të jetu. Se jam me një punë, cilën e du. Edhe e ki pasion. E kom pasion. As një lodhje, as edhe me pas, se kjo vetë vetiu të nuk e mujtë mu koncentru, vetëm që kjo zhurë me bletës. Kjo të veç me i lallë me ullë para bletës, me ullë në karrike edhe me mbyllë sytë, që kjo zhurë me bletës që të sanirin. Dhe më honë nuk
ka shumë sene benefite. Shumë Ose të spoku, Kjo që është batamales? kjo është tymojse, domethënë kjo e tymon kur të hapet bleta, e Largojmë bletat me ta, qysh? qëre, bleta ka jetu gjithmonë, domethënë insektit e para të bletës kanë jetu në mal, në dru. Tash, në momentin kur bëhet ndezja e malit, ajo i para është tymi kur vjen. Tani ti në farë mënyre, kjo nga tymosja e bletës, ajo me njëherë shqetësohet në farë mënyre, se dikush e dhe e qetëson, ajo shqetësohet edhe ajo pregaditet me njëherë me morë mjolë, me morë polen, me morë do që ka mune, sukur na më në u kollë shpia do pore një kaoq, një televizor që ka munesh me i hjek, edhe që si suj. Shumë interesant që funksionon dhe me tha bleta. Funksionojnë me një lloj perandërie, pe thëmë, kështu i kanë rolet e ndome, punët e ndome. Normal, gjdo gjallese ka mënyrën e vetë që shjeton. Kjo gjdo koshere, do më honë gjdo koshere, është shtetën veti. Su kur luftat atje që i bohën, për shamull, duhet me konë këtu, për shamull, për cilën se ka shumë kush që thët, i kom lonë bletë mirë, edhe kur i më shku i kom gjetë kosheret thatë, e kom gjetë. Këto mundet më bo luft, do më honën, në qëpë se inicohet grabitja. Në qëpë se inicohet grabitja, për 2-3 dit asë një nuk jetë gjallë. Krejtë vrahën këto nërmi veti. Grabitja ose plaqfitja. Su kur shteti që e sulmon shtetin tjetër, monet kjo me sulmu ato mirë, po në qëfë se une jam, do më honë, është në pytje, bletën me një fjallë duhet me dasht, duhet me pos pasion, ose në qëfë se nuk e doni, nuk ki pasion për to, ma mirë është nësë me mojtë. Nuk llogarit mbleta sa po fitoj unë të llogariti kur. Unë vetëm llogariti me kon bleta e shnush. Çajo të intereson? Çajo mu më intereson me kon e shnush. A doni me hap një? E hapëm veç duhet me botimi. Pak frik po kem. Ne që doni që shkolli. Nuk sulmon a diçka? Jo, për marrë do tem. Për marrë do tem një herë se do më honë duhet me cekë se blet nuk janë qaq agresive, mirë po duhet me gjetë edhe ditën kur duhet me punu në blet. Do më honë duhet me konë temperaturat në bitë 18 gradë që sot nuk janë, edhe nuk u dënë me pos erë, su kur që tash që ka erë. Do më honë nuk e donë erën, edhe nuk e donë sepse era ju hirë në për pjellë edhe nuk e donë. Mirë po na po provojmë, po provojmë, mu se largo heq, se nuk... Jo. Po ne edhe me priskue, pe bëj hapjen kontrolën e bletës. Do më honën nuk është mirë, edhe kur punon blet, duhet me gjetë momentin për me punue. Sepse, ka njëherë, edhe jo ka njëherë, po shumë herë edhe nuk të pranojnë. Tash, për momentin, bëhet zgjerimi i bletës edhe bëhet kontrola e bletës qysh e ka gjendjen bleta. Kjo është një blet pej mesatare, po për mu duk pak ma let, e ku marrë pak ma pak miza, e shiqojmë a ka ushqim, edhe mu me marrë pjesë unë. Kush? Jo, është në pickojnë mirë, po kjo është blet pak me dopt edhe për me mujtë me vrejt, me punu pak ma letë në to. Do më honën, e shiqojmë a ka ushqim, se edhe pse ka dollë mjollë, ka pej pëmve, ka shumë pak mjollë. Do më honë që kjo është mjollëta, Me qysh heket për i soj? është atje mrana e në makina. Që kjo është poleni, më sutët. Që kjo është poleni, që kjo është poleni, që kjo është ushqimi i lorove treja. Që kjo është ushqimi i lorove treja.
Që edhe po du një mesazh këtë fundit prej teje, Baca Maleq. Nështë për këtë rritë që synojnë me u merë me këtë pjesë. Shqo, une dhe më honën, une këtë punë e du. Njeri ju mundet numër një duhet me dash. Njeri mundet me jetu për i kësaj pune një jetë normale. Dhe më honë që kjo është ajo ushqimi prapë. Që mundesh me dalë për qëtujtëshe. Hajde kënire. Mos me, hajde, os të thonë. Os të pitkojnë, se i kumë thonë mësë me të mutë. Di e menore, në dorë teme, që kjo është ajo ushqimi i larvave. Pa këto larvat nuk mujnë me startu. Nuk mund me startu. Baca Maleq, me thonë një jetë mirë mundet njeri me bo me këtë është... A për kjo të institucioneve një afrushëm a ju? Pa tash po për krahet, nuk është që s'kem nuk është që s'kem, në më honë, po tash ka dhe dhe më honën mujtë me thonë që nashta ka dhe keqë përdorime, unë për veti për post subvencioneve, ato subvencionet janë me legjë, kur gjë s'kom përfitu. Sa s'ke përfitu? Jo, kur gjë, krejt, këto janë investimet mija. Personale. Personale. Baca Maleq, Qëre, që kjo është, hajde se aj me rëndësi është aj me gjeru. Kjo është, shqo, kjo pjella. Që kjo është pjella e saj, pe kësaj lindin blete e reja. Që kjo është. Baca Maleq, të falenderoj shumë për kuën që e ke ndo me neve dhe të jo, s'ka gjohë heq. Dhe hajde largohemi prej qytetit. Jo bre, jo se. Jo bre se... Mytë kresorja. Jo, ma qatë.